30 vitet e ardhshme, numri lindjeve në vendin ton do të përgjysmohet. Është ky parashikimi më i fundit që vjen nga raporti projekcionit të popullsisë i kryer nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Por çfarë thonë ekspertët për këtë fenomen? Faktori i bazë që ka ndikuar vitet e fundit në ulje të lindshmërisë është ekonomia. Kur themi për ekonomi, do të thotë të gjitha politikat që kanë të bëjnë me ekonominë e stabilizuar, që në vendin tonë ne nuk e kemi parë, nuk e kemi përjetuar. Që do thotë një punë e sigurt, të ardhur më të sigurta. Tregu i punës në vendin tonë nuk ofron shumë mundësi, apo është krijuar dhe mes të rinjve që ne këtu nuk kemi hapësira meritokracie ku të punojmë dhe të japim gjithë ose të shprehim gjithë aftësitë tona që kemi marrë në universitet. Dhe kështu prirën të imigrojnë dhe të ikin jashtë, që do thotë nëse të rinjt ikin, me dispozita e tyre është që ata të martohen jashtë ose të shtyjnë moshën e martesës. Konsumimi i drogave në moshë shumë të re gjithashtu luan një rol shumë të rëndësishëm në uljen e fertilitetit. Përdorimi masiv i drogave dhe nisja herët e drogave tek të rinjt kanë bërë që ata të kenë jo vetëm probleme të shëndetit mendor, por patjetër një lloj jo stabiliteti nga kjo varësi që ata mos të krijojnë dot një lidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë dhe më pas të mendojnë në martesë. Ekspertët apelojnë për krijimin e strukturave mbështetëse nga ana e qeverisë, në mënyrë që të ndalet rënja e lindshmërisë dhe të inkurajohet krijimi i familjeve të reja. Duan më shumë stabilitet ekonomik, duan të kuptojnë që jeta e tyre mundet të ringrihet edhe kur ata nuk kanë shumë të ardhura me kreditë të buta, por gjithashtu me struktura të tjera mbështetëse, që do thotë jo vetëm bonusin për beben, që është në fillim të lindjes, por në vazhdimsi një lloj pagese e cila mundet të ndihmojë, jo të jetë simbolike, por të ndihmojë ata në mbarvajtjen e fëmijës, pra deri kur fëmia pra të ketë mundësi të jetë në moshë magjorene. Sipas projekcioneve, Shqipëria do të jetë shteti i parë në botë për rënien më të madhe të lindjeve të humbura për shkak të emigracionit.